Këtë fundjavë shkova në Shqipëri dhe më mbajti nana me gjyshin me gjitha të mirat. Gjyshja ime i ka duart flërit, çfarë nuk më përgatiti për të ngrënë. Duke filluar nga tava e kosit tradicionale Elbasanit, mish viçi, mish qingji në furrë me patate, byrek, sa herë që shkoj te shtëpia e gjyshërve, e gjej gjithmonë tavolinën plot e përplot. Edhe pse unë tashmë studioj jashtë prej 5 vitesh, jetoj vetëm, i bëj vetë gatimet e mia, gjithmonë më merr malli të ha nga duart e gjyshes. Unë jam rritur me nanën dhe gjyshin dhe i falenderoj shumë sepse na kanë dhuruar një fëmijëri të mrekullueshme. Shtojmë edhe faktin që mua m'pëlqen të gatuaj, këtë e kam trashëgimi nga nana dhe gjyshi. Kam bërë aq mirë që kam shkuar në Shqipëri këtë fundjavë se jam kënaqur shumë fare. Juve mund t'ju duket e çuditshme, por unë e kam shumë qejf këtë kosin që bëhet vetë në shtëpi. Ky është kos, ta hash me lug. Këto kosat që janë këtej jashtë janë si krem, nuk më pëlqejnë fare. Kemi futur patatet në furrë, ndërkohë marinojmë mishin e qingjit. Nana ime i marinon shumë thjesht, krip, piper, spes të kuq dhe vaj ulliri. E mbulojmë kështu dhe e fusim në furrën në 250 gradë që të piqet për 1 orë. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Në qoftë se menduat se mbaroj me kaq, e keni shumë gabim se gjyshja ime bëri dhe tav kosi. E marinoj mishin e kecit me krip dhe piper, vaj ulliri dhe e vendosi në furrë në 250 gradë për 40 minuta. Gjyshja ime e bën tavën e kosit më të mirë në botë. Në një enë do të shtojmë 3 vezë dhe do t'i përziejmë. Do të shtojmë dhe 3 gota kos, pak krip, dhe siç e thot nana ime, një gjys filxhan kafe me vaj ulliri. Në fund fare 6 lugë me miell dhe pak nga lëngu i mishit. Zonjat e Elbasanit e din shumë mirë si përgatitet tava e kosit. Nuk quhet tav kosi nëse nuk ka pak gjalpë dhe vaj përsipër. Sot të gjitha meritat i shkojnë vetëm gjyshes time se ka përgatitur super ushqim. Shumë faleminderit që ndoqët videon, bashkë do të shihemi në videon tjetër. Faleminderit, ciao.